Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me lajmin e fundit që ndihni edhe përmes fleshit informativ. Apeli i GKK-s të rikthen në burg ish ministrin Koka. Do të lidhem menjëherë me kolegen Klodiana Lala për të marrë detajet më të fundit të këtij lajmi të fundit. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Ola, sikurse ju e thatë pak minuta më parë, gjykata e apelit të posaçëm vendosi në lidhje me të pandehurit për inceneratorin e Tiranës, ku më i rëndësishmi sipas tyre është ish ministri i mjedisit zoti Lefter Koka. Gjykata e apelit vendosi të prish vendimin e gjykatës së posaçme në lidhje me zotin Koka dhe të prish një pjesë të dispozitive që lidhe me shuarjen e masës së sigurisë, çka do thotë që zoti Koka do të rikthehet në qelitë e paraburgimit për të vuajtur edhe disa muaj për shkryerjen përfundimtare të vendimit të drejtësisë lidhur me inceneratorin e Tiranës. Duhet theksuar se Lefter Koka, ish ministri i mjedisit, ishte dënuar dhe më herët për inceneratorin e Elbasanit e po ashtu edhe për inceneratorin e Firit, ndërkohë që sa i përket ishte liruar me kusht në lidhje me këto dy dosje dhe priste vendimin për inceneratorin e Tiranës për aferën që mendohet se i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm të konsiderueshëm prej afro 110 milion euro. Duhet theksuar se Lefter Koka aktualisht është në liri dhe sipas ligjit, pas zbardhjes së vendimit të gjykatës së apelit të posaçëm, automatikisht nxirret urdhri ekzekutimi të prokurorit dhe ish ministri i mjedisit rikthehet në qelitë e burgut për të vijuar dënimin për pjesën e mbetur. Ndërkohë sa u përket të pandehurve të tjerë në lidhje me këtë çështje, sepse janë disa procese paralele, duhet theksuar se për Erion Murata, Enamik Simigjiun, Bledar Karolin, Taulan Tushën, Valbona Ballxhinin dhe Sidita Koplikun është lënë në fuqi vendimi i gjykatës së posaçme, ndërkohë që ka patur një ndryshim edhe sa i përket të pjesës për të pandehurin Jetmir Llapa, i cili është deklaruar fajtor për shpërdorim detyre kryer në bashkëpunim dhe në përfundim për shkak gjykimit shkurtuar është dënuar me 8 muaj si dhe heqje së drejtës për të ushtruar funksione publike për 5 vite me radhë. Ky është vendimi i gjykatës së apelit të posaçëm, ndërkohë që sa i përket inceneratorit të Tiranës, sipas prokurorisë së posaçme, të pandehurit akuzohen për veprime të kundraligjshme në procedurën e lidhjes së kontratës së koncesionit të gushtit 2017 me objekt ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitimi vend depozitimeve ekzistuese Tiranë. Kontrata sipas hetimeve të prokurorisë është lidhur mes Ministrisë së Mjedisit dhe shoqërisë Integrated Energy BV SPV dhe investimi planifikohet në vlerën e 128.2 milion euro pa TVSH. Sipas prokurorisë së posaçme, rezulton se nga hetimi të pandehurit kanë propozuar dhënien e bonusit për shoqërinë Integrated Energy BV SPV, pa hartuar më parë një raport përmbledhës, si dhe pas sqaruar kostot e projektit, duke i shkaktuar më pas një dëm të konsiderueshëm buxhetit të shtetit. Gjithashtu, rezulton se nuk është përcaktuar se kur është bërë propozimi për dhënien e këtij bonusi, pra mbetet e paqartë se cilat procedura janë ndjekur në rastin konkret. Rezulton se nga hetimet e SPAK, shoqëria propozuese Integrated Energy BV, në përbërje të cilit është edhe shoqëria aksionere e biznesmenit Klodian Zoto, Integrated Technology Services, ka qenë në dieni të rrethanave konkurruese përpara se shpallej procedura. Pra do thotë, rezulton se biznesmeni Narati Klodian Zoto ka patur informacion për të gjitha veprimet dhe procedurat që po ndiqeshin nga ana e Ministrisë së Mjedisit. Prokuroria thotë se janë vetë zyrtarët e Ministrisë së Mjedisit, të cilët i kanë dhënë ndihmë dhe kanë pajisur Klodian Zoton me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, të cilin ai duhet ta dorëzonte përpara fillimit të procedurës dhe gjatë procedurës koncesionare me qëllim që ai të shpallej edhe fitues i kësaj procedure koncesionare. Duhet theksuar se në lidhje me inceneratorin e Tiranës janë dënuar edhe persona të tjerë, ndërkohë që ka një çështje tjetër dhe është shpallur në kërkim Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, dy biznesmen të cilët janë konsideruar si pronarët faktik të inceneratorit të Tiranës dhe që krahas të tjerave akuzohen edhe për veprën penale të pastrimit të parave. Aktualisht, inceneratori i Tiranës është i sekuestruar me urdhër të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe çështja për të pandehurit është duke u vijuar për të hetuar në lidhje me pastrimin e parave, ku përfshihen edhe një sër zyrtarësh të tjerë të lartë dhe që sigurisht mbetet e pa zbardhur tërësisht pjesa e zbatimit të kontratës koncesionare. Duhet theksuar se në lidhje me aferën e inceneratorëve ka përfunduar hetimi të është dorëzuar për gjykime dhe dosja penale ndaj zëvendës kryeministrit Narati Arben Ahmetaj. Pola?
Dhe sa muaj i kanë mbetur zotit Koka edhe një herë të lutem? Nuk ka një përllogaritje përfundimtare, paraprakisht thuhet që i kanë mbetur edhe 6 muaj burgim për të vuajtur, por në momentin që prokurori do të marrë vendimin e gjykatës së apelit posaçëm të arsyetuar në duar, do duhet që të bëjë edhe përllogaritjen e të gjithë ditëve të burgut që zotit Koka i kanë mbetur pa shlyer përballë drejtësisë. Duhet kemi parasysh që më herët Lefter Koka ishte liruar me kusht sa i përket vendimit për njërin nga inceneratorët, nga ana tjetër priste vendimin për në lidhje me inceneratorin e Tiranës, sepse duhet kemi parasysh që në këtë vendim të ditës së sotme të apelit posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është prishur vetëm një pjesë e vendimit të gjykatës së posaçme që lidhej pikërisht me shuarjen e masës së sigurisë për ish-ministrin e mjedisit. Megjithatë, në momentin që prokurori i çështjes do të marrë në duar edhe vendimin, do të bëjë përllogaritjen dhe ja komunikon të pandehurit Lefter Koka pjesën që i ka mbetur pa vuajtur dhe që ai duhet ta shlyejë sipas përcaktimeve ligjore në një nga burgjet në vend. Dhe zoti Koka përgjithsisht ka qëndruar gjatë kohës kur ishte në hetim dhe më pas gjatë gjykimit në paraburgimin e Durrësit ose paraburgimin e Firit për shkak të transferimeve të herpashershme që ka pasur. Tashmë, duke qenë se vendimi është i formës së prerë, duhet vendosur për aq muaj sa i ka mbetur. Thash paraprakisht sipas gjykatës janë 6 muaj, megjithatë prokurori nxjerr urdhrin e ekzekutimit ku përcaktoi qartë se sa muaj, ditë edhe orë i kanë mbetur për të vuajtur ish-ministrit të mjedisit që në këtë dosje është protagonisti kryesor, ndërkohë që sa i përket dosjes tjetër e cila sigurisht do duhet të marrë një verdikt gjyqësor të formës së prerë që lidhet me grupin e strukturuar kriminal, pastrimin e parave, por edhe vepra të tjera penale, lidhet me 2 pronarët faktik të inceneratorit të Tiranës, që janë biznesmenët Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, të cilët janë të dënuar për inceneratorët e Firit dhe Telbasanit dhe gjithashtu janë në hetim sa i përket inceneratorit të Tiranës dhe bëhet fjalë për miliona euro para të pastruara sipas hetimeve të deritanishme të prokurorisë së posaçme. Duhet theksuar se afera e inceneratorëve është një ndër aferat më të rënda sipas prokurorisë, por edhe të gjitha deklarimeve dhe raportimeve publike sa i përket dëmit të shkaktuar në buxhetin e shtetit, për shembull në inceneratorin e Tiranës, pavarësisht se kontrata kishte të bënte me ndërtimin e një inceneratori, në fakt nuk ka një incenerator të ndërtuar, por mbetjet fillojnë dhe riciklohen me metodën e vjetër të inkapsulimit. Megjithatë, ajo çfarë mbetet e paqartë deri tani ka të bëjë pikërisht me faktin se sa përgjegjëse janë edhe strukturat e institucioneve të tjera që lidhen pikërisht me zbatimin e kontratës koncesionare, sepse vërtet kontrata është lidhur mes kompanisë koncesionare dhe Ministrisë së Mjedisit, por nga ana tjetër ka edhe një sër institucionesh që duhet të kontrollonin dhe të verifikonin zbatimin e kontratës koncesionare, gjë që me sa duket nuk ka funksionuar për sa kohë që në Sharr nuk ka një incenerator të ndërtuar, por mbetjet fillojnë dhe trajtohen përmes metodës së inkapsulimit. E kuptoj. Klodi, faleminderit për hollësitë e përcjella në studio. Faleminderit juve. Shkojmë në publicitet.